Heqja nga rendi i ditës i votimit të demarkacionit me malin e zi, nga analist politik po shihet si dështim për shkak të mjerimit politik dhe institucional të Kosovës dhe mbi të gjitha për shkak të fuqisë politike të një grupi prej 10 deputetësh që quhet Lista Serbe. Analisti politik Bajrush Morina thot se fuqia politike e Listës Serbe po e dirigjon skenën politike të vendit. Sipas tij të gjitha institucionet janë peng të atij grupi prej 10 veta. Demarkacioni nuk ka dështuar ose miratimi i projektligjit për demarkacionin nuk ka dështuar as për shkak të fuqisë politike të opozitës e as për shkak të pafuqisë politike të pushtetit. Demarkacioni ka dështuar sot për shkak të mjerimit politik e institucional të Kosovës dhe mbi gjitha për shkak të fuqisë politike të një grupi prej 10 deputetësh që quhet Lista Srpska. Morina thot se është më mirë një dështim pa dhunë se sa një miratim i dhunshëm i demarkacionit, se mungesa e Listës Serbe në seancën ku pritej votimi i demarkacionit ishte shkak për heqjen e kësaj pike nga rendi i ditës, e thot edhe analisti politik Nexhmedin Spahiu. Ai thot se ky veprim tregon për paaftësinë e kryeministrit Mustafa për të qeverisur vendin. Mungesa e votave ka bërë që të shtyhet, nga se ka qenë evidente që në mungesë të Listës Serbe koalicioni nuk i ka pasur votat për të votuar marrëveshjen për demarkacionin. Kjo marrëveshje nuk duhet të ratifikohet dhe qeveria duhet të jap dorëheqje dhe vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Po shihet se kryeministri Mustafa nuk është i aftë për të qeverisur vendin. Analistët janë të mendimit se ngjarja e sotme tregon se pa Listën Serbe nuk mund të bëhet asnjë hap dhe se janë ata të cilët po vendosin për çështje madhore për vendin.